Pas 81 ditësh bllokade, në Gaza hyn 87 kamion me ndihma humanitare. Zyra e medias e qeverisë në Gaza njoftoi se që nga bllokada 81 ditore vendosur nga Izraeli, për herë të parë në rajon kanë hyrë 87 kamion me ndihma, të ndarë kryesisht për organizata ndërkombëtare dhe jo qeveritare. Drejtori i Zyrës së medias së qeverisë në Gaza, Ismail e Thaupte, tha për Anadolu Agency se deri më tani 87 kamion me ndihma kanë hyrë në Gaza. Kjo është hyrja e parë pas bllokadës 81 ditore. Ai me tutje deklaroi se ndihma u dërgua për të shpërndarë përmes organizatave ndërkombëtare dhe lokale me qëllim për të përmbushur nevojat humanitare. Nga ana tjetër, Nahid Shahiber, kreu i shoqatës së transportuesve privat të Gazës, në një deklaratë për Anadolu Agency, u shpreh se numri i kamionëve që transportojnë ndihma është 92. 5 nga kamionet transportuan miell në furrat e Bukës në rajonet jugore dhe qendrore. Ndihma u shpërnda nëpërmjet pikës kufitare Kerem Ebu Salim, theksoi Shahiber. Ai deklaroi se nuk mund të sigurohet asnjë kalim përmes korridorit Netzarim, i cili përdoret për të dërguar ndihma në Gaza dhe rajonet veriore, dhe se ushtria izraelite e ka mbyllur këtë rrugë. Shahiber gjithashtu tha se 12 kamion që i përkasin UNICEF-it po transportojnë ushqime plotësuese për fëmijë dhe se këto u shkarkuan në qytetin Deri El Bela, ndërsa 5 kamion po transportojnë sheqer dhe artikuj të ndryshëm ushqimor të dërguar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Zyra e medias së qeverisë theksoi se Gaza ka nevojë urgjente për të paktën 500 kamion me ndihma dhe 50 kamion me karburant çdo ditë, duke shtuar se mbyllja e pikave kufitare nga Izraeli e ka thelluar urinë. Ministrja e jashtme austriake tha dje se mbështet vendimin e Bashkimit Evropian për të rishikuar marrëveshjen e partneritetit që jep privilegje tregtare Izraelit, duke shtuar se situata në Gaza është me përmasa të padurueshme. Në orët e mëparshme, në të njëjtën ditë, qeveria e Gazës njoftoi se Izraeli ka penguar kalimin e kamionëve me ndihma që prisnin në pikën kufitare Kerem Ebu Salem për të tretën ditë dhe se kjo ishte kundër angazhimeve ndërkombëtare. Ushtria izraelite, e cila ka intensifikuar sulmet e saj ndaj civilëve në rripin e Gazës, njoftoi se ka filluar ofenziva toksore që do ta zgjerojnë pushtimin dhe do ta bëjnë atë të përhershëm. Ushtria izraelite e ka lëshuar nga ajri fletushka duke i kërcënuar palestinezët me sulme veçanërisht në Gazën veriore dhe zona të tjera dhe duke urdhëruar ata të lëviznin në jug. Kombet e Bashkuara, grupet e të drejtave të njerëzit dhe institucionet ndërkombëtare të ndihmës kanë paralajmëruar se sulmi tokësor i ushtrisë izraelite do të përkeçojë edhe më tej situatën humanitare tashmë katastrofike. Në shtypin izraelit u raportua se Izraeli ka ngritur kampe përqendrimi në jug të rripit e Gazës, ku do të shpërndante ndihmë të kufizuar humanitare pas dëbimit të palestinezëve. Nëpërmjet imazheve satelitore u zbulua se ushtria izraelite ishte përgatitur për këtë duke rrafshuar zona të mëdha në qytetin Rafa në jug të Gazës. Izraeli po ndjek një ofenzivë brutale kundër Gazës që nga tetori viti 2023, duke vrarë mbi 53.700 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.